Dorëshkrimi origjinal I romanit Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zyla është ekspozuar për herë të parë në shtëpinë Muze Dritora Agolli me rastin e ditëlindjes së shkrimtarit. Bashkë me dorëshkrimin janë paraqitur edhe bloqe shënimesh ku ka gjenezën Zyloja, letërkëmbime mbi romanin, objekte, portrete origjinale të Dritorojt dhe fotografi të rralla të tij. Studiuesi Anila Mullaj tha se vepra nuk u botua e plot në periudhën e komunizmit, ndërsa shprehet se në dorëshkrime vihet re mrekullia e kaligrafisë së shkrimtarit. Janë disa dokumentacione që tregojnë se si punon shkrimtari, veçanërisht ditari I 1171-shit që është në Kongo, është treguesi asaj që vazhdimisht e kemi thënë, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, kur u botua, nuk u botua I plot. Ka kapitoj të cilat shkrimtari nuk I botoi sepse nuk ishte koha, por janë pikërisht të dokumente që tregojnë se vërtet vepra është botuar e cfunguar në fillim. Dhe prandaj shërben muzet që të kenë materiale të tilla të cilat nuk mund t'i gjesh asgjë kundi tjetër. Nga ana tjetër, studiuesi Gjevat Lloshi, mik I Dritorojt, I dhuroi muzeut një dokument origjinal që për të mbartë kujtime, një ftesë mbi të cilën gjendet dorëshkrimi I Dritorojt. Fjali dhe më thot Dritoroj, o Gjevat, ç'është kjo që bëjnë këta? Po I thash, tash s'është vetëm si mund të shtrembrohen tha vargjet popullore. Ato janë ashtu siç kanë qenë. Jo tha këtë gjë tha do ta shkruaj. Mirë po kishim ardhur për darkë edhe s'kishim marrë letër, edhe unë kisha në dorë thjesht ftesën. Kjo është ftesa. Dhe tash na ftesën nuk kishim marrë asnjëri stilolaps dhe gjetëm me zi nga kamalerët një 2 stilolapsa të këqij. Dhe Dritoroj ka shkruar këtë. Ai theksoi se kjo shtëpi muze është një institucion kulturor me shumë rëndësi për studentët dhe studiuesit dhe vlerësoi veprën e Agollit, duke përmendur edhe pjesët e pabotuara më parë të romanit Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zyla për shkak të rrethanave politike.